Sipas besimeve popullore në trojet tona, kur një sor kërcëllin pranë shtëpisë, kjo zakonisht lajmëron ardhjen e mysafirëve. Megjithatë, kuptimi mund të jetë edhe më i saktë dhe varet nëse zogu është vetëm dhe në çfarë lartësie ndodhet. Ja se si interpretohet më shpesh. Kuptimi i kërcëllimës apo britmës. Ardhja e mysafirëve. Besimi më i përhapur është se sora me britmën e saj thërret vizita. Nëse dëgjoni një sor para shtëpisë, mund të prisni që dikush t'ju vijë së shpejti. Lartësia e zërit. Disa të dhëna më të detajuara thonë se edhe lartësia ku ndodhet zogu mund të ndryshojë kuptimin. Nëse sora bërtet mbi një pemë të lartë ose ndërtesë, besohet se do të keni mysafir. Megjithatë, nëse e lëshon britmën e saj ulet afër tokës, kjo mund të jetë shenjë hidhërimi. Përveç vetë zhurmës, tradita popullore i kushton rëndësi të madhe edhe numrit të sorave që shihni, gjë që sqaron më tej mesazhin e mundshëm. Një sor shpesh interpretohet si shenjë e vetmisë ose lajmërim i lajmeve të këqija. 2 sora. Ndryshe nga 1, 2 sora së bashku janë një shenjë e shkëlqyer që paralajmëron lumturi dhe dashuri. 3 sora. Besohet se lajmërojnë lajmin për një lindje, qoftë një antar i ri në familje, ose ndonjë ide e re shpirtërore. 7 më shumë sora. Shfaqja e tyre lidhet me misterin dhe tregon se para jush qëndron një enigmë që duhet ta zgjidhni. Herën tjetër që dëgjoni një sor para shtëpisë, kushtojini vëmendje këtyre detajeve. Nëse e keni dëgjuar tani, ndoshta është momenti i duhur për të ftuar miqt për vizitë.